Të huajt po zgjedhin gjithnjë më shumë universitetet shqiptare për të ndjekur studimet e larta. Mes tyre është dhe Jesus Fernandez Plata, student spanjoll i cili prej 2 muajsh ndjek një program praktike në udhëheqjen e marketingut në një universitet në Shqipëri në kuadër të programit Erasmus. Universitetet këtu kanë disa kushte më të mira se shumë universitete në Spanjë. Keni pajisje shumë të mira, kam pasur mundësinë të pilotoj dron, të regjistroj video, të punoj me shitjet online dhe të përfshihem në shumë projekte kreative. Ai thotë se një nga gjërat që ka surprizuar më shumë është mundësia për të përfshirë në projekte praktike, aktivitete kreative dhe eksperienca të ndryshme gjatë studimeve. Vetëm pak ditë më parë, po xhironim video për TikTok tek Universiteti Politeknik, së bashku me disa student ndërkombëtar, sidomos italian dhe student Erasmus. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat për vitin akademik 2023-2024, në universitetet shqiptare janë regjistruar rreth 2161 student të huaj. Shumica prej tyre ndjekin programet master që zën afro 68.6% të totalit, ndërsa 30.5% janë në bachelor. Vitet e fundit të shritur interesin dhe nga studentë nga Italia, Turqia dhe vendet e lindjes së mesme dhe Azisë. Degët më të preferuara mbeten mjekësia, infermieria, farmacia, programet ekonomike dhe teknologjia e informacionit, ndërsa universitetet që tërheqin më shumë studentë të huaj janë Universiteti i Mjekësisë Tiranë, Universiteti i Tiranës, si dhe universitetet private që ofrojnë programe në gjuhën angleze.